Kreu i Partisë së Lirisë Ilir Meta ka ankemuar në gjykatën e posaçme të apelit vendimin e dhënë nga shkalla e parë, e cila i rrëzoi sërish kërkesën për ndryshimin e masës së sigurisë arrest me burg në një masë më të lehtë. Mësohet se ankimimi i bërë kundër vendimit të 5 janarit të GKK është regjistruar në apelin e posaçëm më 26 janar. Kërkesa e ish presidentit për lirim nga qelia është rrëzuar edhe më parë nga të trija shkallët e gjyqësorit që kanë vendosur ta lënë në burg. Kreu i PL i është drejtuar edhe gjykatës kushtetuese, duke pretenduar se vendimet e 3 shkallëve të gjyqësorit që kanë lënë në fuqi masën e arrestit janë antikushtetuese dhe cënojnë Konventën Evropiane për të drejtat e njeriut. SPAK mbylli hetimet më 28 korrik, ndërsa dosjen e kaloi për gjykim në fund të gushtit. Hetimi përfshin 3 çështje të bashkuara në një dosje: aferën Çesdia, lobimin e LSI në SBA dhe hetimin pasuror. Këshilli i mandateve dhe imunitetit do të mblidhet sot në orën 12 pas kërkesës së SPAK për arrestimin e zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Kjo mbledhje vjen në një kohë kur gjykata kushtetuese nuk e dalë ende në një vendim për rastin Balluku. Socialistët nuk kanë pranuar të shqyrtojë kërkesën e SPAK për heqjen e imunitetit të Ballukut, derisa gjykata kushtetuese të dilte me një vendim. Kjo e fundit e mori në shqyrtim ankimin e qeverisë në një seancë publike më 22 janar, por ende nuk ka një vendimarrje mbi rastin, pasi gjyqtarëve kushtetues u duhet më shumë kohë. Ende nuk dihet nëse Këshilli i mandateve, i drejtuar nga kryeparlamentari Niko Peleshi, do të shqyrtojë kërkesën e SPAK apo do të kërkojë më shumë kohë si në rastin e kushtetueses. GKK me kërkesë të SPAK pezulloi nga detyra zëvendës kryeministren Balluku e pandehur për abuzime me tenderin e llogaras, por kryeministri Rama e cilësoi këtë si një shkelje të kompetencave të tij. Ndërkohë që SPAK dhe GKK nuk e kanë mbyllur ende çështjen e aferës së mbetjeve, qeveria nuk ka mbyllur llogaritë me investimet për to, duke financuar miliona lekë shtesë. Megjithëse kryeministri Edi Rama i ka inauguruar qendrat e grumbullim djegjes me bujë dhe Vionte deklaroi se ato janë në funksionim sipas projekteve të investimit, të javë është zhvilluar një tender për projektimin e infrastrukturës së tyre në Fier dhe Elbasan. Dokumenti i datës 26 janar 2026, që po publikon pamfleti, dëshmon se qeveria përmes Agjencisë Kombëtare të Ekonomisë së Mbetjeve, si ent financues dhe operatori të blerjeve të përqendruara, si ent prokurues, ka finalizuar fonde shtesë për mbetjet. Procedura e prokurimit ka si objekt projektimi i infrastrukturës së menaxhimit të mbetjeve në zonat e mbetjeve në Fier dhe Elbasan, e ndarë në 2 lote, me vlerë totale kontrate 710 milion lekë dhënë kompanisë Geo Consultant Co. SHPK. Për projektimin e infrastrukturës së mbetjeve në Fier, financimi i shtesë është 344 milion lekë me TVSH, ndërsa për zonën e mbetjeve në Elbasan, investimi është 366 milion lekë me TVSH. Zonat e menaxhimit dhe përpunimit të mbetjeve në Fier dhe Elbasan janë landfillet dhe incineratorët, për infrastrukturën e vend depozitimit dhe teknologjinë e djegjes, së të cilëve janë shpenzuar rreth 35 milion euro në Elbasan dhe 30 milion euro në Fier, por incineratorët rezultojnë jashtë funksionit. Llogaria zyrtare e Bordit të Paqes në rrjetin social X, të themeluar nga presidenti amerikan Donald Trump, ka publikuar ftesat për secilin vend, mes tyre dhe Shqipëria. Lajmi është shpërndarë edhe nga kryeministri Edi Rama. Në njoftimin e publikuar, Bordi i Paqes shpreh se mirëpres Shqipërinë si anëtare themeluese të organizatës sonë ndërkombëtare në rritje, ndërsa grafika shoqëruese përmban simbole shtetërore dhe flamurin shqiptar. Pak ditë më parë në Davos, mbajt edhe samiti që hodhi themelet e këtij bordi, ku vendet që kishin pranuar ftesën e Donald Trump nënshkruan marrëveshjen. Shqipëria e përfaqësuar nga kryeministri Rama nuk mori pjesë. Kreu i qeverisë tha në parlament se nuk ishte i pranishëm, pasi zgjodhi që të priste në Shqipëri vajzën e Donald Trump, Ivanka Trump. Avokat Geron Gumbardi ka komentuar situatën politike dhe institucionale në qytetin e Vlorës, duke hedhur akuzën ndaj qeverisë dhe kryeministrit për mënyrën se si po trajtohet ky qytet në vitet e fundit. Në deklaratën e tij, Gumbardi u ndal veçanërisht tek investimet e shpallura ndër vite për Vlorën, të cilat kanë mbetur kryesisht në letër, ndërsa në terren qyteti po përballet me një rënje të ndjeshme të pranisë institucionale dhe shërbimeve publike. Ai theksoi se Vlora, që dikur ishte në fokusin personal të kryeministrit, sot është lënë pas dore dhe po përjeton atë që e cilësoi si një spastrim institucional, ku drejtori dhe institucione kyçe po largohen gradualisht nga qyteti, duke dëmtuar interesat e qytetarëve dhe zhvillimin e zonës. Janë shpallur mbi 500 milionë euro investime për Vlorën, por në realitet vetëm një pjesë minimale e tyre janë realizuar. Ai e cilësoi këtë si një praktik të njohur, ku projektet prezantohen në letra, ndërsa fondet sipas tij ose janë shpërdoruar ose janë përgjysmuar. Gumbardi deklaroi se zhgënjimi i kryeministrit nga rezultati zgjedhor në Vlorë ka ndikuar drejt për drejt në mënyrën se si po trajtohet qyteti. Sipas tij, pas humbjes së mbështetjes elektorale, Vlora është ndëshkuar politikisht, ndërsa deputetët e qarkut kanë heshtur përballë këtij realiteti.
Kur Donald Trump e siguroi botën se nuk do të përdorte forcën për të marrë Groenlandën, pas disa ditësh kërcënimesh të shumta, ai po bënte atë që di të bëjë më mirë, ta kthente gjeopolitikën në një spektakël. Nëse Trump ndonjëherë besoi vërtet se SBA-t duhet të blinin një territor të gjerë arktik që i përkiste një aleati të NATO-s, është dytësore në krahasim me faktin se edhe një herë ai siguroi që Evropa dhe pjesa tjetër e botës të përqendroheshin në agjendën e tij. Trump nuk është një politikan që i përgjigjet ngjarjeve, ai kërkon të i krijojë ato, jo sepse është thellësisht i përfshirë në detajet e politikave, por sepse e kupton një tipar përcaktues të politikës bashkëkohore. Vëmendja është pushtet. Në një epokë të mbikëngarkesës me informacion, nuk ka mungesë të dhënash ose analizash, ajo që mungon është vëmendja dhe kushdo që e kontrollon atë, kontrollon debatin. Një ish senator francez është pallur fajtor me akuzën se hodhi ekstazi në pijen e një deputeteje me qëllim sulmin seksual ndaj saj. Joël Guerrier u dënua me 4 vjet burg, 18 muaj nga të cilët do të vuajë pasekurave dhe, sipas mediave lokale, urdhërua t'i paguante Sandrine Josso 5.000 euro dëmshpërblim për shqetësim emocional. Guerrier, tani 68 vjeç, e ftoi Josson 50 vjeç në apartamentin e tij në Paris në nëntor 2023. Ai më vonë pranoi se i kishte shërbyer saj një pije të mbushur me MDMA, por pohoi se ishte një aksident dhe mohoi të kishte ndonjë qëllim për ta sulmuar. Sipas dokumenteve të gjykatës të cituara nga mediat franceze, Josso tha se kishte shkuar në shtëpinë e Guerrier 3 vjet më parë për të festuar rizgjedhjen e tij, kur filloi të ndihej keq pasi piu një gotë shampanjë. Ishte Elisa Spiropali, ministre për Europën dhe punët e jashtme, që mbajti një laudatio mbi personin e shumëfisht që qëndron brenda Fatevelaj. Gjatë diskutimin në moderimin me Anila Çuli midis autorit dhe botuesit Bujar Hudri, u bë qartë se Mosanga shkon shumë përtej romanit historik. Është një tekst që kujtesën e shndërron në gjuhë dhe pushtetin në pjesë përbërëse të tragjedisë njerëzore. Velaj i afroi diktaturës komuniste, jo përmes aktakuzës, por përmes njohjes dhe reflektimit. Ashtu si tek Milan Kundera në romanin Shakaja, kritika lind nga ironia, nga një qeshur që ngelet ngushtë në fyt, situata groteske dhe zhvendosjet e sakta drejt thrillerit krijojnë një hapësirë ku totalitarizmi humbet maskat e tij.